prokurori duhet flasë vetëm përmes punës. Besueshmëria në institucionin tonë nuk ndërtohet me deklarata apo retorik, por me profesionalizëm, integritet dhe rezultate konkrete. Mënyra jone e komunikimit do të jetë puna profesionale dhe performanca, sepse pikërisht mbi bazën e tyre do të gjykohemi dhe vetëm përmes rezultateve konkrete do të forcojmë autoritetin e institucionit tonë dhe besimin e qytetarëve ndaj nesh. Kjo nënkupton që gjatë punës tonë duhet të zhvillojmë time më profesionale, më efikase dhe të kemi ndjekje penale të suksesshme ndaj korrupsionit me theks veçantë, korrupsionit në nivelit lartë, krimit të organizuar dhe çdo formë tjetër të kriminalitetit. Si prokurori i shtetit do të angazhohem maksimalisht që vizionin dhe objektivat të cilët i kam paraqitur në koncept dokumentin e dorëzuar në Këshillin Prokurar të Kosovës, kur kam aplikuar për pozitën e prokurorit të shtetit, ti zbatoj me konsekuencë dhe në përputhje të plot me kushtetutën dhe ligjin. Sot nga këtu duhet të drejtohem secilit prokuror të Republikës me një mesazh të qartë. Si kryeprokuror i shtetit do të jam i përkushtuar për të mbështetur secilin nga ju që ushtroni detyrën me profesionalizëm, integritet, panshmëri dhe guzim. Zyra ime do të jetë gjithmonë e hapur për komunikim profesional, bashkëpunim konstruktiv dhe koordinim institucional me qëllim të adresimit dhe tejkalimit të sfidave profesionale më të cilat përballeni në ushtrimin e funksionit tuaj. Njëkohësisht, dua të theksoj se çdo akt dhe vendim juaj duhet të mbështetet në kushtetutë, në ligj dhe prova të siguruara në mënyrë të ligjshme, sepse vetëm kështu i shërbeni drejtësisë. Askush nuk duhet të ndikohet nga presioni politik, ekonomik, mediatik, apo nga çfarëdo interesi tjetër jashtëm. Pavarësia funksionale që e keni si prokuror është një garanci kushtetuese dhe një nga vlerat më të rëndësishme në sistemin tonë. Megjithatë, kjo pavarësi nuk është dhe nuk do të jetë asnjëherë mburoj për arbitraritet, papërgjegjësi apo mos llogaridhënie. Llogaridhënia nuk duhet të perceptohet si kërcënim ndaj pavarësisë, por si një mekanizëm që garanton të standarde të larta të përgjegjësisë. Lufta ndaj çdo forme të abuzimit me detyrën do të jetë e pa kompromis. Askush nuk mund të jetë mbi ligjin dhe askush nuk do të gëzojë imunitet.